Në komunën e Bogovinës sot u zhvillua ceremonia e certifikimit të këshilltarëve të ri komunal dhe kryetarit e sapo zgjedhur të komunës pas përfundimit të zgjedhjeve lokale. Këshilli i ri komunal i Bogovinës do të numërojë gjithsej 19 këshilltar, prej të cilëve 10 janë nga koalicioni AKI, ndërsa 9 nga koalicioni Vlen. Ndryshe, nga Këshilli komunal zgjedhjet për kryetar komunë u fituan me diferencë minimale nga Fetia Bazi i koalicioni Vlen. Gjatë ndarjes së certifikatave, kryetari Komisionit Komunal Zgjedhor të Bogovinës, Ele Sinani, uroi këshilltarët dhe kryetarin e ri për detyrën e marrë dhe u dëshiroi sukses në punën e ardhshme. Këshilltarëve të sapo zgjedhur ju uroj suksese dhe punë të mbarë në detyrën tuaj të re. Uroj që mandatin ta ushtroni me përgjegjësi, ndershmëri dhe përkushtim ndaj qytetarëve për të kontribuar në zhvillimin dhe mirëqenien e komunës sonë. Në këtë moment të veçantë, më lejoni gjithashtu të shpreh urimet e mia më të sinqerta për kryetarin e sapo zgjedhur të komunës së Bogovinës, Zotri Fetia Bazi. I nderuar Zotri Fetia Bazi, ju urojmë shumë suksese dhe shumë forcë në ushtrimin e mandatit që ju është besuar nga qytetarët. Urojmë që puna juaj të karakterizohet nga bashkëpunimi, transparenca dhe përkushtimi për të mirën e përbashkët të komunës sonë. Urimet e gjithë këshilltarëve të ri dhe urimet e veçantë kryetarit të sapo zgjedhur Zotri Fetia Bazi. Pas marrjes së certifikatës, kryetari i sapo zgjedhur Fetia Bazi u zotua se menjëherë do të fillojë me punë, duke paralajmëruar se hapi i parë do të jetë një skanim i gjendjes së përgjithshme në komunë për të identifikuar prioritetet dhe sfidat kryesore. Pas mbarimit të saj procedura apo kësaj ceremonie, ne planifikojmë që të vazhdojmë direkt me punët e ngelura, duke shqyrtuar projekte që janë në kuadër të komunës në procedurë. Normal që të kapim edhe fazat e implementimit të projekteve edhe për aplikimet që kemi. Do kemi pak më tepër punë që të bëjmë një skanim të situatës aktuale të gjendjes në komunë, qoftë ajo financiare, qoftë ajo me kuadrat kadrovike. Kështu që janë disa gjëra që neve nuk i kemi të panjohura, kështu që do na ngelje punë bashkarisht që të punojmë bashkë, disponimin do kemi në nivel, korrektësia, respekt ndaj secilit. Pa dallim ngjyrave politike, ne mendojmë komunën të menaxhojmë ndryshe, edhe do mundohemi maksimum që komunën ta fusëm në punë, ashtu siç e meriton qytetari që na ka respektuar me votën e dhënë. Pas ceremonisë së certifikimit u realizua dhe pranim dorëzimit detyrës mes kryetarit të ri Fetia Bazit dhe ish kryetarit Besnik Emshiu. Ky i fundi theksoi se komunën dhe ndërmarrjet komunale i ka lënë pa borxhe me 18 projekte në zhvillim dhe 5 milion denar në llogarinë komunale. Falenderoj së pari gjithë qytetarët e komunës së Bogovinës, do thotë që e shprehen vullnetin e tyre, veçanti falenderoj ato të cilët kanë votuar mua. Shpresoj se kryetari i ri i komunës do ta bëjë më të mirën të mundshme në interes të komunës së Bogovinës, në interes të qytetarëve të komunës së Bogovinës. Unë brenda 4 viteve kam thënë maksimumi, do thotë me qëllim që në çdo vendbanimi të kryej kushte për një jetë sa më të mirë, në çdo vendbanim kemi investu, kemi punu, kemi bërë punë të mira, mirëpo vullneti i qytetarëve ishte ai dinën to. Në raundin e parë të zgjedhjeve lokale të mbajtura më 19 tetor për Këshillin Komunal, koalicioni AKI mori 5123 vota, Vlen 5042 vota, ndërsa VMRO DPMNE 191 vota. Nga 29088 votues të regjistruar, të drejtën e votave se ushtruan 10824, prej të cilëve 458 flet votime rezultuan të pavlefshme. Në përbërjen e re të Këshillit Komunal të Bogovinës nga AKI do të jenë Arton Aliti, Mahmudije Selmani, Gëzim Rexhepi, Hamide Abdia, Fitore Imeri, Venhal Gjemaili, Sadri Sallaj, Hisa Rushiti, Merita Asani dhe Ugerta Selami. Nga Vlen, Florim Rakipi, Iliri Sinani, Malsore Ramadani, Semir Ibrahimi, Mereme Sinani, Musnet Ferati, Gjevid Dauti, Leila Selmani Veli dhe Faris Gjemaili.